Sfida për sot është të ha gjatë gjithë ditës vetëm ushqime tradicionale. Do e nisim mëngjesin me byrek me dhall, pastaj do vazhdojmë me drekën me fasule pilaf, edhe një trileçe për shplarje mbrapa dhe për darkën do ju them më vonë. Besoj të gjithë bim dakord që ka vetëm një mënyrë se si hahet pilafi me fasule, i bashkojmë të dyja bashk. I bashkojmë të dyja. Unë kam fiksim kur bëhen kështu si sup, po më duket se pas kam më shumë pilaf se sa lëng. Mira e kësaj është që hahet edhe më shpejt, kështu që i fut të dyja me një pjatë edhe jepi drejtim. Tani që po xhirojmë këto lagja, edhe ta njerëzit që janë përreth, nëse nuk ka pa njëri, këto i çfarë thon? Ka lut mendsh. Kalojnë njerëz në pjatën. Opa. Niko. Shala është e mirë, se ka të trileçe që s'futen nga. Mirë është. Ngopa. Bravo. Grymë edhe këto anë që të marrim të kremi karamel. Kështu është mënyra se si hahet kjo. Se u bëm zgjyrë. Ta bëf mirë.